çështje Edhe Bushati që është kritik ndaj me pyet pse kjo intervistë është pas intervistës sa më letur? Po se kanë rritur kaq shumë gjëra sa nga ti bashkëman tu. Dita kap ditën. Pra çdo çështje ka i themen. Dhe gjithë historia që vjen mbrapa është ky tuneli. Të cilit I mungojnë dhe 2 ura, para dhe mbrapa, por siç ka thënë dhe inxhinieri grek që dëshmoi 6 orë spak Janis Kirkinezi, kjo është e bukur. Ne japim tenë tunelit turqëve dhe supervizionin japim grekut. Dhe pastaj greku thotë, futin ai fije hekur këtu, thotë se nuk është vërim kjo, thotë tunel. Se po hidhin vetë betonën, dhe po kursenin të hekurit. Ndërkohë ato 2 urat që mungojnë hekur ishin. Se ka marrë as turku as greku. Absolutisht, ore, po secili ka. Turku s'ka shkel një ditë. Ora, ditë që u shqetësoi ambasada greke pse ndej 6 orë spak, është qytetar grek. Inxhinieri Jani. Tani, pse e përmenda këtë pjesën? Sepse kështu nisi historia e tunelit. Ai pa dashur, duke thënë një çështje teknike, që tuneli s'ka hekur, pra ka vetëm beton, pra çimento pa hekur. Dashur pa dashur na dha një element tjetër, I cili duket sot si element humoristik. Po është vërtet shumë tragjik. Se na thotë që me tuneli për supervizionin nuk e dim se çka ka ndodhur saktësisht. Kthehemi te çështja që kemi. Unë mendoj që SPAK bëri jam dakord me këtë që tha Çimi ky më fal, që tha Lenci, që gjyqtarët, prokurorët marrin vendime të ndryshme. Po Berisha ka I shprehur për këtë rast, thotë mendimi evolon. Mos vallë ka filluar të evolojë mendimi I tyre, që ndryshe vendosën para një viti, ndryshe vendosën tani. Unë se kuptoj pse SPAK-u nuk I drejtua direkt parlamentit. Dhe mund t'i çonte me mas më ekstreme, mund t'i shkonte me arrest shtëpie, minimumi, me arrest shtëpie. Dhe I drejtoi parlamentit dhe aty le të alitën der Ramës. Pra, pse në rastin konkret e mori zonjën Balluku, ja komunikoi faktin që është marrë e pandehur, e la 1 muaj pa mas sigurie, më ka thënë mas sigurie direkt. Ata e la pa mas sigurie dhe mbas 1 muaj kaloi te pezullimi. Ndërkohë, procedura në të gjitha rastet e drejtanishme dhe e përcaktuar nga ligji është e qartë, drejtoi u kuvendit dhe lëri nder atij. Tani, kjo iku në momentin kur gjykata kushtetuese jep të vetë. Pra, gjykata kushtetuese ka pezulluar një nga masa, se janë 2 masa. Njëra është pezullimi, tjetra është pasaporta. Pra, praktikisht ne sot kemi një zëvendës kryeministre ose në mënyrë qeverisë që nuk e kalon dot qafën e famës. Deri aty e ka takatin dhe kthehet dem prejën, se duhet të ketë mbrapsht, sepse e ka bllokuar pasaportën. Tani, pra masa e dytë penale, thash ka ngelur fuqi. Kush e pengonte sot ditë e hënë? Kreun në largim të SPAK-ut zoti Dumani, ndaç kreun që po vjen në detyrë zotin Braho, që sot të firmosin një kërkesë tjetër dhe të dërgoni komisionin pandate në kuvend dhe të thoshim, zotri, po duam të mas sigurie sepse kjo na shkakton të dëm, sepse ajo e shkakton atë dëm, duke kthyer në detyrë tjetër, vetëm ai linja kanadase thotë mandi që kanadezët, e firmosin me Berlin dhe në I bjen këmbës. Pra, vetëm ajo përbën prap një element tjetër, një indicie për një përshëndim tjetër penal. Jo sa kallëzime ka, se zonja Balluku sot është ministja më e kallëzuar në SPAK. Dhe nëse SPAK-u një ditë do t'i hapi të gjitha ato, u po them jo mas sigurie, po ti do ta rroni me ushtri. Tani në rastin konkret unë se kuptova që fillim pse SPAK-u zgjodhi këtë rrugën dhe I ra nga Kina. U mora pezullimin. Çoi direkt siç e ke çuar tjerët. Dhe lërja nder letëm mos e votoi kuvendi. Po ti e ke bërë tënde. Ti e ke çuar kuvend, shkon dhe vet atje dhe e dorëzon dhe masën e sigurisë dhe gjithë argumentat pse ajo përbën vërtet kërcënim për hetimin dhe për prishjen e hetimit, sepse përbën kërcënim. Po I jep mundësi Ramës të bëjë këtë paradën një mujore, pastaj merren me gjykatën kushtetuese, ndërkohë nuk merren me thelbin e asaj historie. Dhe arrin pastaj deri te pika ku Rama kthen në çështje dhe faktin që 4 oficerë të BK-s pse kanë ardhur me armë mbres për të dozuar një shkresë, mund ta çote postieri atë. Për të dozuar një shkresë, dhe ka dalë I gardës dhe thot kush jeni juve, thot, çajini ju me armë, ku do shkoni ju? Dhe ata I thonë, jo, nuk ti dorëzojmë në armë se don të shohim në vendin ku do t'i mbani ju. Po kur vjen në atë të SPAK-u, ku I dim ne? E di çfarë ka thonë krahashu për herë të parë. Kujdes mos mbani gjë me vete ta lini te kasaforta e SPAK-ut, se ja u marrin. Atje I duhet vetëm 2 minuta, ta klonoj. Dhe nuk si dhe kur, dhe ata që njofun nuk marrin telefonin me vetë atje vlla, te kasaforta. Me të drejtë kanë kërkuar ta kudorin pistoleta, sa ata e bëjnë këtë gjë në SPAK. Dhe ata të gardës si kanë thënë jo, ti me armë syn brenda se unë këtu përgjigjeshi. Se Rama e sjell të për të treguar ku është pavarësia e pushteteve. Pra ti e ke hapin deri te dera e kryeministrisë.
Aty e mbrapa është tjetër kush. Tani edhe atë rast unë se kuptoj pse 4 oficerë të BK-s për të çuar një shkres, të do të çonin thjesht një shkres, kaq ishte detyra. Mund t'ia çonin në shtëpi, mund t'ia çonin kafe. E zgjidhin ata, Ilir Metën për shembull vendosen mos të çonin as te shtëpia, as te zyra, po ta kapnin atje ku e kapën dhe rastisht një kamerë që filmonte në distancë. Pra, i kishin në dorë dhe këtë gjë. Mos zgjodhen këtë formë. Dhe sot ne ndodhin para faktit kryer. Në vend që të merremi me nivelin e tmerrshëm të korrupsionit, që tashmë nuk ka burr nëre që mbulon. Jo gjykatë kushtetuese, por gjykata Hagës. Nuk e mbulon dot tuneli Ulërin atje, sepse është diçka që njerëzit e shohin për ditë, kushdo që i bie rruga atje. Incineratori Ulërin këtu, qyteti Ulërin në 4 anët. Ne rrugët ne i shohim se çfarë bëhet. Njëra shëmbet, njëra gremiset ai tuneli thoshte se e dëgjova zonjën komuniste që kishte vojtur shumë për tunelin e Llogaras. Pa ai tuneli Murrizit i ka 6 vite të mbaron. E kryeministri thoshte është syri i keq që na bën që ai tunel të shëmbet vazhdimisht. Ajo shkon në pushime në Dibër. Ajo në ndërmjet shkon në pushime. Ai syri i keq thoshte atij i Dibërs. Pra, të gjitha këto do marrën në kontekst me zhvillimet që janë bërë, patjetër që Rama se kanë shërbyer këtu vit edhe me idenë që kishte shkullaku që ke parasysh kur jepet trofeu Champions League-s, para se të marrin ndeshje fillojnë të shkruajnë ata. Ke pasi dhënda atje dhe Berlinit pllaka ajo shuar atje, mermera, granit, vetëm ajo po vendoset çfarë lloj pllake do jetë dhe çfarë epitafi do ketë, ajo është mbyllur. Por sigurisht kryeministri po shfryzon këtë rast për të mbajtur edhe një herë larg të gjithë dynjan nga vetja e vet dhe duke marrë me këto të tjerë, na ka dhënë një objekt tjetër dhe merreni me këtë ju tani. Dhe diskutohet, sot doli dhe Berlinda në pampër të parë kthyen detyrë, u paraqit ajo mbledhja. Vajta pjesa tjetër, po thash, ne si asnjë vend tjetër i planetit, sot kemi një zëvendëskryeministre e cila nuk shkon dot më larg as e Hani Hotit, as e Qafethanës, as nuk e di qafa sa qafa ka Shqipëria. Është pandehur, por për dy javë është përveç se pandehur, është mas sigurie, është mas sigurie. I kanë marrë pasaportën. Që në këtë moment vetë ajo mund të bëjë po e heqim se s'do ta marrin. Po ai që është përgjegjësi dhe politik dhe administrativ për emërimin e saj, patjetër duke ndjekur standardin e mëparshëm. Ne mbajmë çfarë tha për Benamene. Ai tha toroj që jam gjyqtari tha. Nëse kjo se kështu që është fare thjesht për mua historia sot. Dhe pjesat këtu do ta mbyll, ta lë radhën tjetër, për mua sot.